Zëvendës kryeministri dhe ministri e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla kritikoi Edi Ramën pas publikimit të një editoriali të përbashkët me presidentin serb Aleksandar Vučić në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gërvalla tha se ky veprim forcon bindjen se Rama del në krah të Vučićit sa herë që presidenti serb gjendet përballë presionit nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, qytetarët e Kosovës nuk do të harrojnë lehtë këtë qëndrim të kryeministrit shqiptar. Ajo cilësoi problematik faktin që Rama në vlerësimin e saj po shkon për të rasteve kur më parë ishte toleruar me rezervë. Gërvalla theksoi se Shqipëria nuk duhet të ndërtojë raporte me Serbinë duke anashkaluar Kosovën. Ajo tha se çdo rrugë politike, ekonomike apo strategjike mes Tiranës dhe Beogradit kalon përmes Prishtinës. Në deklaratën e saj, ajo paralajmëroi se çdo drejtues politik shqiptar që lë mënjan këtë parim rrezikon të marrë vendime me pasoja afatgjata për interesat kombëtare. Reagimi i Gërvallës erdhi pasi Rama dhe Vučić votuan një editorial të përbashkët në të përditshmen gjermane. Në tekstin e publikuar, ata propozojnë që Shqipëria dhe Serbia të mund të antarësohen në Bashkimin Evropian edhe pa të drejtë vetoje, pa komisioner shtesë dhe pa ndryshime në strukturat vendimarrëse të Unionit. Deklarata e Gërvallës e vendos sërish në qendër të debatit raportin mes Tiranës, Prishtinës dhe Beogradit pas daljes publike të Ramës dhe Vučić me një qëndrim të përbashkët për integrimin evropian.